histori dashurie në listë, apo histori shitblerjes. Tani do të shpjegojmë së bashku si funksionon listi në 60 sekonda. Atëherë ky është Beni. Beni është njëri shqiptar që po mundohet me mishë me shpirt që të gjejë një blerës për makinën e tij. Por si duket, në një qytet kaq të madh, të gjithë blerësit po fshihen ndaj tij. Një ditë të bukur, këtij Benit i sugjeruan që të futet tek listi një herë, që është një aplikacion, dhe të regjistrohet dhe të fusë makinën e tij. Si duket, i gjithë ky qyteti që ka brenda listit. Po në gjithë këtë qytet normale që duhet të jetë një blerës apo jo. Ky Beni u futu, regjistrua dhe nxori njoftimin për makinën e tij. Gjithë qyteti, ndërkohë që kërkonte këtu brenda listit për të blerë një makinë, pa makinën e Benit. Tani dhe kaq e thjesht nuk është kjo shitja. U fut një klient edhe e pyeti Benin, e takoi këtu brenda në listë, folën së bashku, ran dakord, 1000 euro më pak, 1000 euro më shumë, dhe makina u bë e blerësit. Dhe ja ku kemi një histori dashurie në listë, apo histori shitblerje, si ti themi.